njëri me fat thojmë. Sa shansin e ka kjo njëri. Fatlum i madh. Dhe kjo se kena diçka në këtë jetë, kjo se zotnojmë diçka në këtë jetë. Nuk është thjesht çështja të kenonit fatlum, e nuk është si vetëm thjesht jena me fat, por jena ma tepër e të përqetshëm për ajo. Jeta që na është dhënë në dorë tona. Na është lënë dorë tona për çështje përgjegjësie. Kena ma dhënë llogari një ditë për ajo. Për jetën tonë, për çështja që kena bë, për çdo gjë që kena vepruar, kena ma dhënë llogari para Zotit. Shënxhen pali i dytë ka kuptuar që nuk është pronari i kësaj jete, jetës vet. E atëherë çka ka bë? E ka futur në punë jetën. E ka lëshuar në dorë të Zotit, në bashkëpunim me të, e atëherë e ka bë një jetë kryevepër. Fantastike. Kjo është përgjithësia jote. Nuk mjafton thjesht me ekzistu, por ekzistencën tonë me bë një kryevepër, se vetë Zoti na ka dhënë mundësinë me kënë kryevepra. Na ka dhënë mundësinë me kënë të tillë. E pret një gjë për nesh.